Miqtë e Gazetës në Fokus, jemi në komunën e Malishevës. Kam knaqësinë me intervistu një prej njerëzve që e njoh prej kohësh, e që kësaj here është kandidat për kryetar të komunës së Malishevës. Ju ka hyrë kësaj gare Gzim Krasniqi, doktor i njohur në komunën e Malishevës, e po ashtu i njohur edhe për veprimtarinë e tina në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Gzim, faleminderit shumë që na prite. Faleminderit shumë të. Pak e pazakont, për shkak se në shumicën e komunave i kam intervistu kryetarët. Fillimisht e mandej kam dalë te kandidat të tjerë, se kështu e don rregulli, por po mduket kryetari aktual i komunës Malishevës, Kerem Kastrati, nuk paktën me ne nuk u tregu shumë transparencë ose korrekt, përkundër që e kemi kontaktuar disa herë. Pe nisëm me një bashkëbisedim kështu për një vlerësim të transparencës e kryetarit të aktual të komunës, për me dalë mandej me një biografi të shkurt të juajin për ata që nuk të njohin ndoshta sikur rreth i Malishevës dhe ne që kemi pas rastin me pas edhe shoqëni dhe mohabet. Po, vlerësimin pse nuk kontakton me media është individual, edhe duhet më u bë pyetja atij, po ikja për media është ikja prej përballjes me faktet, me publikun, konkretisht në këtë rast, mëse jemi në fushat, ikje me votuesin, sepse në fushatat bëhen për të drejtuar votuesve, ndërsa për transparencën, raportet tregojnë që komuna Malishevës është e ranguar poshtë për transparencë, kaq mund të them për fillim. Dok, për ata që nuk njohin, një biografi të shkurtër, prej angazhimit të juaj në luftë, ndoshta prej studimeve, angazhimi juaj në luftë, e pastaj kthimi juaj në Malishevë me kontribusi doktor, që shumica e miqve tu ose shokëve të studimeve kanë vazhdu karrierën e tyre në Prishtinë, ndoshta të e pa një perspektivë më të madhe, ndërsa ju njihni që jeni këtu në Malishevë dhe këtë veprimtarinë e juaj si mjek ose kontributin e juaj e keni dhënë në rrethinën e Malishevës. Po vitet fillestare unë i kam qenë në shkollim, pasioni jam për mjekësi o koj madh, unë kam kryer edhe shkollën e mesme për mjekësi, pastaj studime në Prishtinë, kam qenë student i vitit 5, por unë kam vendos me 15 maj, më kthy të vitit 98, më kthy në luftë. Për shkak të rrethit për nga vi, ku lufta filloi me prek pak më shumë rajonin tonë, ndjeshmëria ime konkretisht në këtë rast ishte e tillë që unë të kthehem. Filloi aktivitetin luftë në spitalin ushtarak nga Irak, me kapacitetet dhe përgatitjen tem që e kisha për kohën, si student jashtë objekteve shkollore, po du me theksu pak më veçantë. Lufta vazhdoi në rrethana të ndryshme, unë përfundova në luftë në betejën e lavdishme të Kosharës, për cilën jam shumë krenar dhe i lumtur. Lufta përfundoi, unë ju ktheva studimeve që kisha mbetë dhe në vitin 2002 vendosi të kthehem si mjek në Malishevë. Gjatë kësaj kohe, për 2 vjet e gjys, vazhdoj me punu si mjek. Në vitin 2005 filloj specializimin për pediatri, që kishta kogja pasion, edhe prej 2010, deri në momentet ku po flasim, deri në fillimin e fushatës, unë kom vazhdu me shërby si mjek pediatër në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Sa i përket shkollimit, unë gjatë kësaj kohe kisha bërë edhe një shkollë për menaxhim shëndetësor, e cila më ka shërby shumë për punën time përditshme, dhe kjo është pjesa deri sot në pikat shkurta. Dok, angazhimi i juaj në Partinë Demokratike të Kosovës. Tash jeni kandidat në zgjedhjet e kaluara nacionale, keni qenë edhe kandidat për deputet. Keni qenë vazhdimisht, keni indikone strukturat të partisë, edhe për me ardhur te kjo motivi që ju shtyni me hy garës për kryetar të komunës. Aktivitetin politik prej përfundimit luftës është në PDK, sepse natyrshëm shumica e miqve me shokëve filluan aktivitetin politik në Partinë e Prosperitetit Demokratik që atëherë quhej, edhe
Po, deri në vitin 2013, unë në strukturat e Partisë Demokratike të Degës nuk kam qenë i kyçur për shkak të studimeve të mia, angazhime profesionale të tjera, por nga viti 2013 jam antar i kryesisë Degës edhe aktiviteti im ka vazhduar deri sot. Ndërsa arsyet pse kum një garës ka ndodhur një proces i diskutimeve të mëdha në parti në Degë, po mendoj, edhe kanë qenë uniteti Degës, përcaktimi i tyre që unë ta përfaqësoj Degën e Partisë Demokratike Jan Malisheva për kandidat për kryetar komune, ka shtyr që ky besim i grupit, i shoqënisë të cilët rrim për ditë, me shprehun e gatishmërinë e madhe edhe me ka mballë ti procesi. Pastaj rrjedhat politike lokale janë edhe arsye shtesë, kesh menaxhimet në komunë, rrjedhat politike lokale të tjera. Personal, ona personale, ndoshta që të ka binë, se ka njerë edhe me ka vullneti partisë ose i rrethit, po nëse mungon kjo aspekti personal, i motive që të shtyn me cila ka qenë ai motivi kryesor, ndoshta që ke vendos me hy garës ose me pretendu pozitën e kryetarit, prej komunësh me dhoni kontribut në një segment caktuar ose në përgjithësi për ato që menon që i duhen Malishevës edhe që të ka shty me hy kësaj garë. Po, ideja nuk është që nuk na shkon mendja shpesh, po unë po flas pak në edhe një pjesë të brendshme që gjatë formësimit tem koncepti për lirinë dhe shtetësinë ka ndryshuar me kohën. Në përfundimin e luftës, unë ishta një djalë 23-4 vjeçare dhe kontributi jonë për çlimin e vendit, komendu që përfundon pa ditë edhe na duhet të kthejmë profesioneve tona dhe ta bëjmë aktivitetin tonë vetëm profesional. Edhe me kohën, unë kuptova që liria dhe shtetësia janë dy koncepte të ndryshme dhe kontributi jonë nuk mjafton vetëm në pjesën profesionale. Sepse unë si mjek, po vazhdoj me punu, e sheti që po kontribon në fushën e ngushtë tonë, po koncepti i kontributit publik është për te i kësaj. Kështu që kam fillu më bindë që edhe jashtë profesionit tim, duhet me dhoni kontribut që shoqënia, qytetarët e Malishevës me marrë diçka pak ma shumë se sa i jepet sot prej qeverisës. Dok, qësh është realisht gjendja në komunën e Malishevës? Tashma kemi nisë fushatën, jeni në kontaktet përditshme me qytetarë, ju natyrisht edhe si në punën e juj si mjek i keni pa për çdo ditë dhe i takoni qytetarët, po tash cilat janë ndoshta hallet, përkupimet më të mëdha që po i dëgjon të qytetarët? Përtej retorikës politike që partitë opozitare gjithmonë janë të përgatitura për me rrezu pushtetin që është, po kur fillon fushata dhe kur fillon kontakti me qytetarët, ti e sheh që ka probleme hala më shumë se sa ti ke menduar. Për shembull, na gjatë kontakteve me qytetarë kuptojmë që ka fshatra të lëna mazdore, ka fshatra që ju ecë kanalizimi rrugës, ka njerëz që kanë presione politike, ka njerëz me diploma që barazvlerësohet me librezën e partisë, që nëse se ki librezën nuk mundesh me hinë punë. Ka halle pa fund, ka bujq të diskriminuar, të cilët marrën nuk mujnë me marrë subvencione për komunës, nëse si përkasin partisë politike. Ka gjithë farë problemesh, edhe kupton që problemi është hala më i madh se sa e sheh partia ose zyrat e partive. Sepse qytetari i Malishevës janë ashkalu, e lënë mazdore me shumë probleme. Pastaj na kena diskutuar që top prioriteti në komunën e Malishevës është uji, po kur ti takon qytetarët edhe e sheh vështirësitë e tyre për një meqe me ujin ose shpenzimet që i kanë harxhu për me qelë një postë me pi ujë, janë shqetësuese, janë shqetësime të mëdha. Ata mujnë mos me ditë politikat e brendshme të komunës edhe administrimin e fondeve të tjera, sepse jo të gjithë mirën me ato, po problemet ata i kanë shumë konkrete, thjeshtat nevoja tyre të përditshme. Në fakt që kjo është problem në një pjesë të madhe në shumicën e komunave, uji dhe kanalizimi. Kështu e këshyrë të letërnëftimi i komunave, gapi që e bën këtë monitorimin e realizimit premtimeve,
Kerem Kastrati në vitin 2021 i ka pas 48 premtime, 21 të përfunduara, 3 gjysmë të përmbushura, 12 të filluara dhe 12 tjera nuk kanë filluar akoma. Që është në pjesën e investimeve kapitale në qytet, në shëndetësi, në arsim, në kulturë, ka lëviz diçka, është bë diçka në e dukshme ose që kaloni gjurmë kryetari i deri tash. Po, unë i takoj grupit të njerëzve, ose në këtë rast politikanëve, që nuk ka tendenca mohuese për secilin sen. Këtu kret mandati 4 vjeçar, sepse këtu qeveria është e njëjta që 12 vite, po mandati i fundit është koncentruar në një parking nën toksor, në një kalim, që edhe mund ta keni parë, duke i përjashtuar të gjitha investimet tjera. Unë mendoj që buxhetet e kanë vlerën e caktuar, por politika i cakton prioritetet. Na i kena mohu të gjitha prioritetet tjera për me realizu një nënkalim dhe një parking në toksor. Tani a duhet që na vazhdojmë me la regjistrimi i fundit, ka thonë që Malisheva i ka 43.888 banor, a duhet këta me la pa ujë, pa kanalizim, me arsim me defekte, me shëndetësi me defekte, për me bani shesh. Kjo mbetet me vlerësu prej qytetarëve, por nëse më pyete ka kanë shku investimet, këtu janë investimet. Do të është punu vetëm në këtë projekt. Komuna nuk është kompani private, që nëse është të kry një punë që të nuk mundë me kry edhe një punë tjetër. Në Malishev janë edhe disa punë, disa qerdhe, disa fasada, disa tendenca për me rregullu shtratin e lumit, të gjitha janë me ndihmën ose të qeverisë, ose të kompanive, të institucioneve të huaja, të cilat janë përpjek me investu këtu, po ka shumë ngjecje. Malisheva ka dhe i problem të madh me rrymen, i cili edhe kjo është problem, po kjo është, si të themi, problem edhe i qeverisë edhe i komunës, pa përjashtu asnjëherë komunës, sepse janë disa probleme administrative që komuna ka ngesë këtë drejtim edhe ka pas probleme, është një problem i ndërtimit në stacionit të energjisë elektrike, kështu që koncentrimi i krejt buxhetit në një projekt ka lanë shumë projekte tjera, cilat janë shumë të rëndësishme jetike për qytetarin e Malishevës. Është punun, ose ka investime në infrastrukturë, në shkolla, në që KMF-t e këtyna. Ka qendrat mjekësisë familjare në gjitha fshatrat. Ka shërbime shëndetësore të mira për krejt rajonin e Malishevës. A është koncentrimi secilit që i duhet për shqetësimin më të vogël me u drejtu në Malishevë? Sa i përket pacientëve nëse po pyet, po është shumë e centralizuar. QKMF-ja, që është institucioni më i madh, i ka shumicën e punëve që i kryen krejt pacientët duhet me ardhur në Malishevë. Një QMF, që është rrethi i dytë i organizimit shëndetësor të kujdesit primar në Kiev, është pak më e organizuar me shërbim 6 luftarësh, e cila edhe ajo është ndërtuar prej një investimit të një donatori, asaj nuk është për komunës. Këtu të gjitha investimet kanë shku edhe në arsim, edhe në shëndetësi, vetëm në pjesën ku ka ndërtim e me përfundu të tenderimi, jo të funksionalizimi. Këtu edhe shkolla, edhe QKMF-ja, shihen si objekte të nderuese. Mund nëse duhet me investu me nërresh një fasad, është okej, sepse aty të nderohet. Po këtu ka të bëjë edhe me organizimin e mbrëmshëm. Për shembull në arsim shkollat vuajnë për gjëra elementare. Nuk ka letra me bën fotokopje, nuk ka shkumsa. Mirëmbajtja, higjiena është në gjendje katastrofale. Me hinë për shkollat, unë kam fëmijë në zonë në shkollën Ibrahim Mazreku, Malishev, nuk më era që kundërman aty nuk të lënë as me imrana. Më tha jem të folë për senet elementare. Kena shku, ose kanë shku pak ma shumë, ka reklama, fasada, dukshme, edhe jo ka ajo funksionale. Shkolla du të me kuptu njëherë e mirë që nuk është ndërtesa. Ajo është ka përmbajtja. Gjysma shkolla Malishevu vazhdojnë me punu me ushtrus detyre. Madje në deklarimet publike, kryetari deklarohet se ma mirë për krynë punën ushtrusit e detyres. Kjo të tregon që aty edhe shkelet ligji se ushtrusit e detyres e ka caktu në sa mundet me qëndru në dërë.
Po të regon edhe tendencën e presionit vazhdueshëm që mund është me ja ba, sepse ata mund t'jenë ekspert mirë, se ata mësuesat tanë ose drejtorit tanë, me gjithë respektin, fond mohabetit, unë shpesh po them që edhe nëse është militant i yti, duhet me zgjedh, me dhon detyrën, mbështetjen, edhe me pas mbikëqyrjen për kryerjen e detyrave, se nuk mundesh me thonë nëse e mbajmë vazhdimisht me ushtrues detyrë për kryen punën më mirë. Jo, në fakt ai ka presionin më të madh në raport me ty ose departamentin e arsimit, po punën nuk mundet me kryer më mirë. Në aspektin e zhvillimit, aktiviteteve kulturore, angazhimit publik, qytetarëve, ndoshta gati në gjitha komunat e Kosovës, sidomos në gjatë periudhës verës shihen organizime, shihen aktivitete të cilat megjithatë qytetarët kanë nevojë me dalë, me pa, me ndjek koncerte, gjëra të tilla. Malisheva duket me qenë shumë e varfër në këtë aspekt. Dhe është, ndoshta, kur janë problemet e kësaj natyre që thatë më herët, që qytetarët në Malishevë përballen me mungesë të ujit të kanalizimit, tani kjo duket pak luks, po kultura ka një traditë të vjetër në Malishevë, tash. Nëse flasim për individ që kanë lënë shenjë në kulturën e shqiptare në përgjithësi, sidomos ata që janë rapsot e Pagarushës është një zmije Pagarusha. Pagarusha është një fshat i Malishevës, shumë i respektuar. Rapsodët që thonë që kanë pas folklori ka bëru këto, Dueti Sali e Feriz Grasni që janë të fshatit tim. Edhe buxhetet për kulturë kanë shku, janë ridestinu. Për shembull, këtu ka qenë një traditë për një festival, Oda Lapushës, nuk mund bëhet për shkak të aty në buxheteve. Nuk mbështeten ansamblet kulturore. Shtëpia e kulturës ka mbet pa mirëmbajtje, është në gjendje të mjerueshme. Krejt kjo përfundon të çaja që filluam diskutimin të shpërndarja buxhetore. Madje kur miratohet buxheti, këto dahen këto projekte. Po në fund ridestinohen edhe përfundojnë në qatë projektin ku janë qëllimet për me realizu. Sepse nëse vijat buxhetore kalojnë në për asamblej komunale, miratohet buxheti për kulturën, për rinin, për sportin, për shtrimin e rrugës, janë pa fund dokumente ku janë deviju projektet, për shembull miratu shtrimi i rrugës Bani Ladravc, për shembull, për përmenem, ose parku i Mirushës, ose rreth 1 milion euro janë për mirëmbajtje të rrugëve, të fshatra Drenovc, Kiev, Bobavec, Lozic. Krejt ato nuk janë realizuar asnjë. Mos flasëm për ndriçim publik, për atë hapësira publike që janë jashtëzakonisht të lënë mas dorës. Ka plot rrugë pa fund që janë nëpër terr, që nuk ndru asnjë dritë. Janë shpenzime të vogla, por të planifikuara në buxhet që nuk janë realizuar asnjëherë. Duke qenë që subjekti politik për nga vjen kryetari, në fakt e ka vetëm këtë komunë në menaxhim, duke ditur që kryetari i Nismas, Fatmir Limaj, është prej këtu një fshati afër bajës Malishevës. Pritet ju pak më të mëdha, ose a është reale edhe ajo, po kur u promovu sheshi këtu në kalimi, Limaj u duk me një entuziazëm shumë të madh që është bë punë e madhe në komunën e Malishevës prej. Se në fakt historia e Nismës edhe PDK-s janë një brëm ndoshta edhe elektoral, ndoshta një brëm, një logjike asajna që është trashëgimie të kaluarës. E di që je shumë i përmbajtur edhe nuk i qef me adresu kritika tashpëra, edhe pse e bojnë shumica në ngarat elektorale, po sa është realiteti krahasu me ata që dëgjojmë edhe që thuhet. Po filloj prej të parës ku e përmende e ka vetëm këtë komunë, sepse vërtet Nisma është e koncentruar vetëm në Malishevë, por unë dua ta shtroj problemin kështu. A ja kem bërsh na dikujt që me majt politikë në vazhdimsi, sepse e ka veç një komunë. Qytetari Malishevës nuk e ka bërsh asnjë politikanit me majt në politikë, për hatër që s'po më ka me fitu asnjë komunë tjetër edhe e ka veç këtu.
Politikani është shërbyes, nuk është me majtë peng qytetarin e një rajonit caktuar. Na nuk mund të bëjmë geto e askujt. Qytetari Malishevës, respekt për gjitha partitë politike, po kush do të qoftë që pretendon që një komunë do ta majtë një parti politike, ka gabim, sepse herë do kur e kupton që kjo është e pamundur. Këta ka kuptu qytetari, sepse që 12 vjetë na jem pengë një partije politike. Madje shpesh qeverisja lokale a ka mbarur edhe për qëndrimeve politike për qendrën. Kryetari komunës nuk duhet me pas brengen çka po ndodh me liderin edhe raportet e tij me qendrën, sepse edhe qeveria qendrore i ka qytetarët vet, edhe qytetarët e Malishevës, jo me met peng i raporteve të tyre personale. Po na mbështet, s'po na mbështet. Na duhet kemi projekte konkrete, profesionale, edhe nuk ka çare pa na mbështet edhe qeveria qendrore, sepse ajo do të jetë një nga qeveritë tona. Nuk ka lidhje se na çfarë raporte individuale kena me ministrat e caktuar ose me kryeministrin. Sa është e vështirë me, se themi, një elektorat, një subjekti politik, i cili është nda edhe të ki plot familje ku e kanë vështirë për shkak edhe të lokalitetit, për shkak edhe të komunave të vogla që janë lidhje familjare, ndikim ndoshta edhe i kryetarit, që në këtë rast është një favor në kandidatin e nismës, se gara komplet e fokusuar edhe partisë do të jetë në Malishevë. Ndoshta edhe ajo në pjek kushtet që ndoshta me bon një gjykim. Qytetari, kur del para kutisë të votimit, me këshyrë edhe me votu për kandidatin, me votu për programin, se ndoshta do të flasim pak edhe për ata që e keni hartu si program edhe çka do të fokusoni në. Fillimisht unë besoj shumë që zhvillimet shoqërore në Kosovë, përfshin edhe Malishevën, e kanë ngrit nivelin e vetdijes qytetare që për zgjedhjet për kryetar komune duhet të zgjedhet individi. Kjo është e para. E dyta, na do të më referu në umrat të fundit. Në zgjedhjet lokale të fundit na kemi qenë në balotazh, edhe me një garë shumë ngusht ka fitu Nisma. Në zgjedhjet parlamentare, Nisma bashkë me Aleancën ka fitu 37% si parti e parë, me rezultatet ngushta me partitë vijuse. Që bashkë me Aleancën, i bjen që 63% të qytetarëve mendojnë që kë duhet me shku në opozitë. Nëse na ju referohem këtyne numrave, edhe besimit që në zgjedhjet për kryetar komune votohet për individin, na mendojmë që edhe jemi të sigurt që jemi në garë serioze për me marrë krerën e komunës. Pastaj, aktivitetet të partive kundërshtare, sepse këtu nuk mendoj, jam shumë i sigurt që në Malishevë do të ketë balotazh, edhe tani do të varet pak edhe për qëndrimeve të partive, po qytetari ka kallëzuar që është për opozitën, në numër të konsiderueshëm, e tani që zhvillohen gara, të presim të me të turin. A ka niveli qendror, a ka ndikon këto ofrimin ose në këtë politikën e juaj lokale këtu në nëse shohim për shembull, si më thon, vetëvendosja, LDK-ja, a është e njëjta që është në qëndrimit ose niveli i bashkëpunimit në nivel qendror, apo këtu në Malishevë ndron në kuptimin e. Unë nuk e di çush e kanë partitë tjera, po unë po flas për Partinë Demokratike. Mbështetja e qendrës është maksimale deri në momentin e vendimeve politike lokale. Këtej vendos dega e Partisë Demokratike për çdo vendim tjetër. Asnjëherë nuk kena pas mos pajtime rreth këtyre qëndrimeve. Profesioni jam për mjeku e ka bërë që unë me pas kontakte me të gjithë, sepse puna ime e përditshme ka të bëjë edhe me kontaktin e madh me fëmijë e kështu. Unë shoh një frym bashkëpunimi me gjitha partitë opozitare, sepse fryma për ndryshim tek qytetarët sigurisht që reflekton edhe të partitë tjera që sot janë në opozitë.
Prandaj unë besoj shumë këtë ndryshim, ka me ndodhë Malishev, edhe jem të gatshëm me marrë përgjegjësi. Pse mendoj që na do t'i prim opozitarizmit Malishev edhe fuqisë opozitare për me ndru pushtetin, sepse unë kam gatishmërinë maksimale, e kam guximin, e kam ekipën e cila ka me bë ndryshimin. Për shë programin, dëk kisha dashur me unal pak cilat janë që to top 3 prioritetet e juja, e ndoshta nëse mundesh në pika të shkurtra komplet shtyllat e programit t'juj që po besoj bazohen në nevojat dhe kërkesat e qytetarëve. Parimet e programit i kena ndërtu në ato që na mendojmë që janë të mira për funksionimin e një administrate lokale, që është transparenca, llogaridhënia, barazia, bashkëpunimi dhe përgjegjësia. Në caktimin e prioriteteve, na fillimisht i kena caktu do prioritete si strukturë, por me marrjen e opinioneve i kena ndru ka pak, sepse top prioritetin e Malishev është uji. E uji bashkë me kanalizimin na i kanë ndru pak prioritetet edhe sot për Partinë Demokratike dhe për mua si kandidat, prioriteti parë është uji. Malisheva ka bën disa herë zgjedhje elektorale dhe gjithmonë premtim elektoral ka qenë uji, s'u realizua asnjëherë. Uji në Malishev është problematik, po nuk ka... Është problemi zgjidhshëm, dak, se nëse është problem që u trashëgu për disa mandate, kjo është... Sot nëse thu qytetarit nuk mujna me zgjidh ujin, atëherë pse duhet me ekzistu qeveria komunale? Na i kena 2-3 rrugë që i kena planifiku me bën zgjedhjen e problemit të ujit. Burimet aktuale, sot puset akumuluese, që janë në Banjë dhe në disa fshatra tjera, rreth 70% ujit që përdoret dhe shtërjetit nuk më rrin deri te qytetari. Kjo vlen për fshatra deri në Drënafc. Aty anej nuk zgjidhet problemi pa u lidhur me sistemin me Këru Gjakovën, me sistemin Radoniqit. Fizibiliteti që u ka bën këtij projekti para disa viteve ka kushtuar rreth 5 milionë e gjysmë. Unë i kuptoj zhvillimet, inflacionet, gjithçka, që edhe dyfishohet. Po, buxheti për investime kapitale në Malishev është rreth 5 milion. Unë mendoj, edhe jam i bindur, që qytetari e zgjedh prioritetin e parë, sepse në diskutimet e tij që vjen me 2 buxhete vjetore për investime kapitale, zgjidhet problemi i ujit. Na mujna me qitë vështirësi teknike, jo shpronësime, na duhet me fillu me zgjedhje, se derisa se zgjedhëm këtë problem, qytetari Malishevës i ka qelë Malishev mbi 2000 puse, që në vlerë i bjen rreth 7-8 milion. Nëse 7-8 milion. Aje na i ka dhënë buxhetin, se buxheti nuk janë pare që pikin për qele, taksa paguesit, tatimin paga, bizneset pa fund, edhe na i ka pagu buxhetin, edhe e ka bën zgjidhjen vet, e ka pagu shpenzimet për lidhjen me Këru Gjakova, edhe blen ujë me pi. Kështu që ky problem, kam diskutuar me ekspert, ka zgjidhje edhe të tjera. Krimi i pellgjeve, e i digave nëpër pellgjet të mëve. Mas me pas asnjë burim tjetër, as me Radoniqin, ka zgjidhje edhe me Iber Lepencin, projekti deri në Komaran vjen. Nuk mujna na me nal idenë e furnizimit me ujë, sepse dikun po del një vështirësi. Ky problem duhet mu zgjidh, është i zgjidhshëm edhe na premtojmë që kena me zgjidh. Unë mendoj që nuk duhet me pas fushat tjetër elektorale më përmen ujë. Krahas tij është kanalizimi. Nuk ka në qytet, në qendër, te ura, është kanalizimi jashtë, që vjen era. Kena pa deri ujra Zeza. Sa herë përmen një impjant për më ndërtu për ujra Zeza, që ka fillu projekti, janë do fondet, janë deviju fondet. Unë kom kontaktu shumë me organizata ndërkombëtare që merren me ujin, që janë të gatshme,
Nështë nuk ishtë dashme u diskutu kjo, veç duke parë sa ka pas donator, sa janë mbështet, sidomos të projekte që janë jetike për qytetarë. Mirëmbajtja, rregullimi i shtratit lumit, pasi veç henëm të donatorët, ka kushtu për afërsisht 1.300.000 euro. 500.000 euro ka dhënë një organizatë ndërkombëtare dhe 800.000 euro ka pas me dha komuna. Pjesa e donacionit o kry pjesa e lumit, tonat si janë kry. Ka janë redestinu për ka ju ka marrë menja. Sa i përket, unë kom kontaktu me njerëz që njohin problematikën e ujit dhe janë të bindur që problemi i ujit zgjidhet. As nuk mëndet me ndiku komunat fqinje, sepse i vetmi është uji i pijes që nuk ka kompromis, nuk ka ndalesa. Nuk ka ndalesa ndër shtetërore, pavarësisht raportit. E lere ma ndër komunale. Është rregullune me ligj kjo punë. Nuk mujna me tha që qoftë edhe kilometrat e tëra jem të folë për një gyp që ka me prunë ujë. Më tha është e thjesht, me që duhet projekti serioz, borimi mjetëve, me marrë përgjithësin edhe me tha qytetarëve nuk kena me folë më për ujën. Se është i zgjidhshëm, i kena projektin edhe zgjidhet. Pjesa tjetër, më intereson të arsimi edhe të shëndetësia. Arsimi në Malishev është i politizuar shumë. Unë e përmena... Do ka të bëj një pyetje kështu direkte, se ndoshta pa drejt, po shpesher në këto diskutimet, si me thonë, i atribuohet një arsim jo cilësor komunës së Malishev. Fatkeqësisht kiti drejt. Sepse a kena talente shumë, fëmijë që janë të shkëlqyshëm, që kanë tregu rezultate individuale të larta, studentë shkëlqyshëm, ekspert që kanë dalë prej qësaj shkolle që na kretë me një vene krymë shkollën universitetin, po mendoj, që individualisht kanë tregu performancë lartë. Por kur folet për arsimin, folet për mesatarën edhe numrin e përgjithshëm, po rangimi jonë është i ullët, edhe ajo të e para që thash që shkolla është pasi objekt, mas ta përsëris shpesh si objekt të nderimi, edhe i punësimit militantëve, edhe i të drejtës për me qenë arsimtar, mësimdhënës në shkolla, diploma mu barazu me liberizën e partisë, këto kanë sjellë deri te ky nivel, sepse arsimi është konkurrencë globale. Pastaj është rajonale, pastaj është edhe kombëtare. Na në nivel kombëtar jemi në nivelet ulta, mos flasim për nivelet më të larta ku përgjithsisht Kosova dhe ashtu është ranguar poshtë. Çka e sjell gjithë? Ka mësimdhënës jo adekuat, a është ndoshta edhe kjo tradita që nuk e flasëm, po ona Malisheves njihet për punë, që janë punëtorë kryesisht me ndoshta që edhe në gjeneratat e reja ose në kohën kur duhet me ka përkushtimi maksimal për shkollim, prej adoleshencës, janë më shumë të fokusuar në për fusha, në për ara, me punu me mbjetu, sësa ndoshta që e kanë luksin me ndjek shkollimin. Nuk mendoj, nuk mendoj që duhet me ju, nuk mendoj që duhet kjo me ju atribu kësaj karakteristike, është mirë që jenë punëtor, por përzgjedhja për më marrë me shkollim është përgjë individuale, pastaj ata që mblidhen më marrë me shkollë, ata përsaktohen edhe nuk mujnë me ba dy punët. Unë mendoj që ndikimi i qeverisjes komunale është direkt. Nëse ti e mban një arsimtar me 2 orë në një shkollë, e qënë edhe me 2 orë në një shkollë, sepse ai nuk e ka përkatësinë politike të partisë tane, e performanca bjen. Nëse ti e marrë një drejtor shkollë me ushtruz detyre dhe i bën presion në çdo palë zgjedhja, apo din se duhet me provu mësuesat në tubim, të na ndërprehet mësimi për me dalë tubim. Kjo e ul performancën. Nëse mësimdhënësi ka problemin qysh me ka ma lojal ndaj departamentit të arsimit ose ndaj kryetarit komunës, nuk mirët pastaj me obligimet që i ka të përditshme në shkollë. Unë mendoj dhe jam i bindur që arsimi kërkon mbështetje dhe mbikëqyrje. Por jo, si me tha, llogaridhënia është kriteri më i rëndësishëm, po jo presion politik.
me ndërpre nxënësat shkollën, se kanë me dalë me prit kryetarin e komunës, ose liderin e partisë. Këto janë, nëse flasëm për gjysmën e shkolla me ushtrues detyre, është po gjatë ka kalu deri në 3 vjet. Është investu, nuk është mungese si themi shkollave, infrastrukturës. Nuk është gjendja mjerueshme në ato që është. Shkolla si hapësirë, si ndërtesë, është ndërtuar, pa ato dojnë mbajtje, dojnë furnizim. Ka arsimtar, mësimdhënës që më thotë shkumsat i blej vetë, mos flasim se o fol gjatë në për fushat elektorale që s'ka me pas shkumsa hetë, se tabelat digitale janë përmen në çdo fushat. Material për fotokopje, për higjien, ato kërkojnë mirëmbajtje, se ndërtojmë shkollën, ajo kalon 50 vjetë, është shkollë, edhe në për jashtë Kosovës, në Evropë, shkollat nuk janë edhe ashtreja, po mirëmbahen mirë, kryet procesi i mësimit edhe menaxhimi është pak më i thjeshtë, jo me presione politike. Ma në fshata politike atë, nëse në nxënësit ose një mjekut, i tregojmë që lideri vjen me majtë fshat politike me nxënësa ose me punëtorë shëndetësor, çfarë mesazhe japëm një djali të ri ose një vajzës së re e cila po menon që përgatitja e tij profesionale është me shku në universitet me marrë diplomën. Tash a me investuaj me shku me marrë librezën e partisë me marrë diplomën. Po dalim të çaj koncepti fillestar që diskutuam, koncepti i lirisë. Koncepti për gjeneratën e re dallon për konceptit tim. Ata liri e konceptojnë me shku në shkollë të lirë, me zgjedh shkollën ku dojnë universitetin, edhe kur të vinë dokumenti tyne me ka përsaktues çka kanë me bën, jo fotografia me liderin politik. Në të këtë pjesa tjetër, investimet në bujqësi, mbështetja biznese, se ndoshta po, patjetër. Një nevojë që u zhvillu me kohën në janë çerdhet, sepse rritja e grave punësuara ka rrit nevojën për çerdhe. Na kena nevojë me ndërtu çerdhe edhe jashtë qytetës, sepse janë disa fshatra të mëdha të cilat garantojnë që numri i fëmijëve do të jetë i mjaftueshëm, të mundsohet grave me zhvillu karrierë dhe me pas jetë më dinjitetshme. Na në plan e kena fut ndërtimin e çerdhe në Carallog, Ndrenës, Astrazov, Llazice, Pagarush, që janë fshatra më të mëdha. E shkolla, sa i përket ndërtimit, vetëm shkollat ku kanë nevojë për palestra dhe objekte përcjellëse, që janë Kev, Mbubavec, Carallog, Ndrenës, Llazice, ka nevojë për mbështetje edhe të objekteve përcjellëse, sepse shkolla si ndërtim janë ndërtuar, po dojnë mirëmbajtje shumë, edhe dojnë edhe një problem, koxha që ju nxjerr shumë drejtorëve, edhe pse janë ushtrues detyre, është nuk kanë buxhet as për gjërat elementare. Nëse një dritë prishet ose i shpërthen ujë, ai ka me lanë ashtu, ose ka me rregullu privatisht, ose me prit procedurat e prokurimit derisa të vinë me rregullu. Duhet krijohet një buxhet për këto, pavarësisht se drejtorët e shkollave nuk janë persona juridik, po duhet krijohet një buxhet shpenzues që ka ekzistuar, po duhet bëhet me vendim të asamblesë komunale, që unë mendoj që kushdo kryetar duhet ta bindë, sepse edhe asambleja komunale, pavarësisht subjekteve të ndryshme, kur diskutohet për arsimin, e kanë për të mirën tonë dhe bindemi që na mujna me da buxhet shkolla për këtë pjesë. Për pjesën e mirëmbajtjes. Mbështetja në bujqësi, edhe biznese në komunën e Malishevës. Bujqësi, Malisheva është vend bujqësor, është vend edhe blegtoral, ka fermer, mbështetja e komunës me subvencione, edhe kjo shkon përmes miratimit në asamblejë komunale, por ngjecja bëhet në devimin e këtyre subvencioneve, edhe në shpërndarjen po ashtu politike. Këtu kena shembuj me mesazhe edhe me dëshmi që ju ka nda një motokultivator që u shit për i telefon, sepse ai s'ka ku e përdor, një militant i caktuar, ose një fermer i cili vërtet ka nevojë, që mban familje dhe ka punëtor aty, nuk ju ka dhënë subvencioni. Na mendojmë që përveç kësaj që subvencionet do të ndahen përmes bashkëpunimit në mes të këshillave lokal, një komisioni profesional dhe mbikëqyrës, që kur të ndahet fermerit që ka nevojë, sepse këtu ka edhe fermer që
nuk ka nevojë që mojnë minimu dhe tjerëve, sepse ka fermerë edhe të sukses shumë. Kjo është kriter që përmenëm transparencën, që nëse dikush e merë subvencionin, ka me ditë krejt fshati, edhe krejt komisioni, pse ja kanë dhënë çati fermeri, dhe në çfarë vlere, dhe me çka kanë mbështet, edhe me arsyetu pse e kanë mbështet. Mbas merit. Edhe fundja ai që e merr një herë, kalon anin e merr ai tjetri herën tjetër, po transparenca me kohë nalt, sepse këtu shumë u koncentru në aktivist politik. Ka njerëz që një herë ka marrë aktivisti, pastaj vitin tjetër a marrë në emën grusti, edhe vitin e tretë marrë në emën djalit ti. Është fjala për një njeri krejt. Dok, nëse e diskutojmë këtë, si me tha, këto politikat e mdoja në nivelin qendror, ndikojnë. Pavarësisht ka mund tjetë fryma ose cilat mund tjetë betejat për klaset e mdoja në nivelit qendror. Ndikojnë. Po mendon në zhvillimin nivelin lokal të përcaktimit të votës. Ta zamë, të shkojmë të flasëm konkretisht, nëse një subjekt politik, ta zamë, i ka një garës shumë fuqishëm me këtë potencialin e saj në emën të çlirimit e 17% të territorit, luftës të madhe që e ka bo për veri, nëse e shohmi direkt kryeministrin në detyrë, Albin Kurtin që jep zër në që shposhijet, që do të jep në për gjitha komunat edhe në Malishev, nëse shihet për shembull me këtë jo aktivizimin e mallë të PDK-s, degës qendrore, edhe ndoshta edhe të LDK-s që nuk janë të ju pa shumë. Qëtu, a mujnë me ndiku në përcaktimin e votës në Malishev? A është krejtësisht fokus dhe koncentrim i orientimit votës qytetarëve të Malishevës, aja që ka ju proklamoni si punë, rezultat, sukses, vlerë, projekt konkret? A përcaktojnë që kjo, a përcaktojnë që tu rrethona tjera, si me thonë, edhe tema të maja, po edhe të nivelit qendror? Ndikimi i politikës qendrore, unë mendoj që në zgjedhjet lokale ka pas efekt të vogël. Bazuar në rezultat. Sa ka dalë vetëvendosja në zgjedhjet nacionale? Këtu në Malishev ka dalë moj me qenë i gabushëm, po rreth 30% nëse s'gaboj. Tradicionalisht edhe në vitin 2021, rezultati i zgjedhjeve qendrore ka dalluar shumë me zgjedhjet lokale. Edhe në këto zgjedhje na presën dallime shumë të mëdha. Ndikimi i politikës qendrore sa i përket, si me thonë, sjelljes së kryetarëve të komuna, se në veçanti të na, ma shumë u përdor për me arsyetuar dështimet e veta. Për shembull, një temë që fillimisht e diskutuam, puna e rrymës, krejt konflikti diskutohet sa ka mbështetja e qendrës, se për çata Malisheva ka me të pa në stacion. Qendra thot, na e kena pas të gatshme mbështetjen, po ju si keni kryer punë si komunë. Po du me thonë që u përdor ma shumë për me arsyetuar dështime, se sa me shfaq ndikime. Nëse flasëm tash, kur ti ulëmton raportet, ti e gjenë që komuna ka ngecë në krijimin e hartave zonale dhe planit urbanistik, që është kriter për me bëj investimin kjo Kesko kompania. Edhe nëse ti ke ngecë me dokumentet e tua, nuk mundesh me fajsu qendrën. Po edhe qendra nuk ka pas një fokus të veçantë për komunat ku nuk i ka pas në mbështetje. A ka penalizu, ndoshta në këto projektet ose investimet kapitale të përbashkëta, niveli qendror, pushteti i lëvizjeve vendosje, edhe a mundet me i dhënë ndoshta favore nëse e shohim që kishte një parafrim të nismës me lëvizjen vetëvendosje, që ndoshta nesër mund ta shohim që mund të jetë në bashkëqeverisje në nivelin qendror. A mundet si me thonë, me përcaktu edhe fituesin një lëvizje e tillë të nivelit qendror në nivel lokal? Qoftë edhe nëse shkohet në ballotazh. Unë nuk mendoj, sepse gara këto është përveç mes partive, është edhe mes vlerave të individëve. Edhe nuk mendoj që
qytetari do të respektoj shoqërinë që individët e caktuar e kanë në qendër, edhe me pas qas ndikime, sepse përballja me nevojat e tyre është pak më direkte se sa një retorik politike e nivelit qendror. Kështu që nuk mendoj që do të ketë ndikim. Janë disa projekte që kanë ngecë, po përsëri po dalëm te ajo që raportin mes politikave lokale dhe qendrore më shumë është shfrytzuar për me shfaqsu mospunën e njëri tjetrit. Për shembull, këtu një projekt që është shumë i rëndësishëm është projekti i qarkurës qytetit, që na mujna me diskutu sa herë dojmë, po kjo është projekt qeveritar, ka pas ngecje, kush ka mujt ja kanë za udhën, kësa jo me privatizime, me kështu, po qarkurës qytetit ka qenë projekt i qeverisë, e neve si udhëhec komunal, na takojnë me ndërtu rrugë që shkarkojnë qytetin drejt qarkurës qytetit, ndërtimi i mini tranzite mbrana të cilat sidomos gjatë periudhës verës kur diaspora jonë është këtu e vështirësojnë jashtëzakonisht shumë qarkullimin edhe bojnë pamundshëm një njeri që është knej sheshit as te mjeku s'monet më ardhë për shkak të vështirësive me komunikim përmes rrugëve tranzite. Dok, për fund një vlerësim për këtë kundërkandidat e juaj. Ndoshta do të ke fillu pej Ekrem Kastratit, kryetarit aktual dhe kandidat të tjerë, ndoshta edhe në cilësit e tyne, po edhe në ato ndoshta që ja shesin dobësi në si kundërkandidat ose si dobësi që mujnë me kohë shumë sukses shumë në qeverisjen e komunës. Së është pa tjetër, me tha të fjallë, unë respektoj të gjithë fillimisht, për me respektu të gjithë janë periudat të ndryshme në cilat unë i kom njoftë edhe i kom taku. Me kryetarin aktual jemi gjatë, edhe respektohemi shumë. Unë mendoj që dobësia tina është që nuk ka qenë vetvetja asnjëherë, ka qenë i mbarur direkt nga partia dhe disa grupe rreth tij. Kjo ka bërë të pafuqishëm, jo të aftë mi kry punët që qytetarit i vynë Malishevës, po ako i mbarur për ndikimit të grupeve. Për të tjerët, Kandidati LDK-s? Fatmirin e një është pak ma i ri, e një ma pak, është djalë i respektueshëm, nuk kam diçka të veçantë. Zhvillimet politike këtu kanë sjellë LDK-n në një pozicion jo të favorshëm, ai është në bashkëqeverisje me nismën, edhe nuk mundet krejt me ikë përgjegjësisë të qeverisjes që na po e vlerësojmë si jo të mirë. Edhe mendoj që qytetari ka me vlerësu edhe për këtë pjesë. Pastaj Valoni është një aktivist i vetëvendosjes, deputet, respektohemi shumë. Nuk mendoj që krejt garancionet që qendra pretendon ai që i ka për Malishevën, edhe nëse ai është në mbështet, kjo është logjik që s'është e përshtatshme, sepse qytetarët e Malishevës janë të Kosovës, kushdo qoftë qeverisja atje. Me zotin Hoti, ka qenë antar i PDK-s, jemi moti, ka qenë aktivist dhe antar strukture e nismës, tash është kandidat i Aleancës, është njëri i respektueshëm. Aleanca këto është një parti e vogël, po megjithatë kemi respekt reciprok. Kush është tjetër? Është ai djali Valoni tjetër nga lista Guxha që njëha mas pakti. Ka zgjedhur me kandidu, është nga partia bashkë me vetëvendosjen që jenë në qeverisje. Nuk e di programin shumë, nuk di shumë për këta, edhe është një kandidat i pavarur, se Lidini, një biznismen i respektuar, po kandidaturat e pavarura janë pak problematike për shkak të strukturave, programeve kështu. Dok, respekt për këtë qëndrimin dhe vlerësimin që e bën, edhe për këtë ndoshta gjuhën shumë butë duke qenë në ngarë, që nuk është e natyrshme në për komuna tjera, se dhe i shomi të shkuar në ekstremet më të mëdha, pavarësisht që mund të jenë edhe e din që e vazhdojnë jetën dhe karrierën e tyre pavarësisht fushatës, prap kanë me taku. Të vlerësoj të shmoj shumë për këtë nivel, për fond, mesazhi juaj për qytetarët e Malishevës në
këtë fushatë zgjedhore? Unë ju them qytetarëve të Malisheves që doktor Gëzimi është i gatshëm me marrë pushtetin në Malisheve, me qenë kryetari i komunës, kryetari i qytetarëve të Malisheves, sepse e ka gatishmërinë, e ka guximin, e ka projektin edhe e ka ekipin më të mirë që mundet me realizu këtë projekt. Prandaj vota e qytetarëve të Malisheves me 12 tetor për Partinë Demokratike dhe në këtë rast për mua si kandidat për kryetar komune është projekti më i mirë që sot i ofrohet qytetarit. Dok, të falenderoj shumë për këtë intervistë, të uroj suksese. Na do të jemi gjatë gjithë fushatës në rolin tonë si gazetar me përcjell, edhe mi po, edhe mi dhon vlerësimet për secilin kandidat. Faleminderit shumë për mundësinë, falenderoj që keni ardhur në Malishev edhe suksese edhe juve.